Antarja kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, Albulena Agjiu, përjashtoi mundësinë e bisedimeve me opozitën sa i përket formimit të qeverisë së re. Ajo tha Kosova presit të hënën se do të bëjnë përpjekje për të takuar deputetët e zgjedhur, por sipas saj jo ata nga opozita. Besoi se tashmë, pas certifikimit të rezultateve, vazhdon puna për themelimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, gjegjesisht edhe për qeverinë Kurti 3. Ne do të kemi përpjekje të vazhdueshme për të takuar grupe parlamentare përjashto këto të opozitës, pra me partnerët tanë të koalicionit të cilët edhe jemi, por edhe natyrisht me të tjerë të cilët do i kemi, tha Agjiu. KQZ-ja certifikoi rezultatet përfundimtare të njëjtën me 27 mars dhe sipas tyre, lëvizja vetëvendosje ka fituar 48 ulse, PDK-ja e dyta me 24 ulse, LDK-ja 20 dhe koalicioni AHK nisma 8 ulse. Pra nevojitën koalicione pasi që asnjë parti nuk mund të formojë vetëm qeverinë. Deri më tash, në deklarime publike, lëvizja vetëvendosje ka thënë se do të udhëheqë me qeverinë e re, por që preferojnë të bashkëpunojnë me partitë pakicë jo serbe. Minoritetet jo serbe i kanë 10 deputet, ndërkaq serbëve u takojnë gjithashtu 10 ulse në Kuvendin e Kosovës. Sipas rezultateve, një ulse ka fituar politikani serb dhe ministri në detyrë në qeverinë Kurti 2, Nena Derashish, dhe 9 ulse do t'i takojnë listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila financohet nga Beogradi. Ditë më parë, presidenti Vjosa Osmani tha se shumë shpejt do të caktohet data për seancën konstitutive të Kuvendit të Kosovës. Afati ligjor për këtë është 30 ditë.